është dhe më thonë, së funi është paraqit edhe përparim Rama, i cili ka në këtë farë mizanskin në rol të dyfisht. Dhe më thonë, edhe pishërben dy instancave politike, dy entitete politike, LDK-s, një grupit LDK-s i cili asocohet me Abdullah Hotin, me Arben Gashin, me grupin tjetër, edhe një grupit tjetër që është e pa disponueshme, thonë, mazbuti me bo koalicion me vetëvendosin, ai grup është militant të PDK-ja. Përparim Rama ka rol të dyfisht në këtë farë mizanskinë. I shërben edhe një pjesët PDK-s edhe një pjesët LDK-s, të cilat janë të pa disponueshme me pas një koalicion. A i shërben apo ka përkraje në dyja palët? Në? A i vetëm i shërben apo ka dhe përkraje nga dyja palët? Jo, a i është një farë organoni, një farë instrumenti i tyne. Dhe më thonë, instrumentalizohet për tyne, po njëjtën kohë edhe ky roli dyfisht se harrova me potencial. Ai është kryetari i Prishtinës, nuk është një harrova edhe përmes një betejë me Albin Kurtin, ai po don me ndërtu një farë figure për te kryetarit aktual të LDK-s, domethënë përmes një betejë të mundshme me Albin Kurtin. Para pyetet zoti përparim Rama për koalicion, se nuk është as struktura të LDK-s. Pi shërben një grupit cili pe blokon koalicionin e mundshëm midis vetëvendosjes dhe LDK-s. Cili është ky grup? Kush nuk po e dëshiron këtë koalicion? Zonja Hikmete Bajrami, Abdullah Hoti. Nga po e dini ju se nuk e dëshiron? Përmes deklaratave. Kur kanë deklaruar, s'kan folur asnjëri pa zgjedhjeve? Deklaratat e tyre tashpëra i përmenda më herë. Sot Janina Ymeri, cila asocohet me grupin në fjalë, e pat një kritik tashpër prapë që është në disfunksion të përpjekjes. Kritika që kanë thënë që janë kundër ose pro. Nuk i kemi dëgjuar, s'paku unë si kam dëgjuar. Edhe një epizod tjetër. Unë pjo pyes konkretisht një përshkoni të epizodet tjera. Mas deklaratës e Lutfi Hazirit që ka gatishmëri me ba një koalicion me vetëvendosin, i njëjti ju kanë nështru kështu linqeve, kryqëzimeve pej eksponentëve të LDK-s të cilët të njëjtit i njëune që asocohen me përparim Ramën. Dhe me thonë, një kimi fotografi, ju gëllojnë fotografit me kryetarën e komunës Prishtinës, të njëjtit e kanë kryqëzu ashpër. Shtetë në këta faktor, po menoj që rrjedhimisht faj duhet i takon. Kushtimisht me thonë, partive opozitare për mos një koalicion të mundshëm, ose përkatësisht mos zgjidhjeve të institucioneve të reja. Tash, këtu ka një farë kontradikte të ky rrëfim, se ky është rrëfimi vetëvendosjes që ka ndodhur prej shkurtit deri në dhjetor, edhe tash ka nisë sërish me u plasu rrëfimi. Që vetë sa ma shumë mesazhin ta thuje çto. Jo i vetëvendosjes. Jo, rrëfim. Po thonë rrëfim, kjo është rrëfimi vetëvendosjes. Është. Në rrëfim po ironizoj se po më thot ky rrëfimi vetëvendosjes. Po thot nuk thash rrëfimi. Thash rrëfimi për fajin e opozitës është rrëfimi vetëvendosjes. Në anën tjetër ka një rrëfim tjetër të opozitës që faji është i vetëvendosjes. Do të thonë tash janë të u bë luftë ndërmjet rrëfimeve. Dhe tash ku është kontradikta të ajo që e thot tash ti konkretisht me që po flas. Nuk mund është me thonë në të njëjtën kohë faji është tazëm te LDK-ja e një eksponent i rëndësishëm i LDK-s pas ka thonë që jemi të gatshëm për koalicion. Në të vërtetë është nën kryetar. Po nën kryetar. Madje unë mendoj ndryshe, mendoj që as që e ka thonë diçka të tillë zoti Haziri, por në Rubikon nuk e ka thënë. Në Rubikon e ka thonë tjetën gjasë që s'ka thonë edhe në mediat e tjera. A i ka thonë që dhe hala kërkush s'ka thonë që si jemi të gatshëm për koalicion. Ta shojmë se ka thënë sakt në Rubikon. Ta shojmë, kemi video nëmër 4, ta shojmë sakt se çka ka thënë zoti Haziri. Tani, përfundimisht, do të vlejmë parimi i një marrëveshje gjithë përfshirëse. E që quhet marrëveshje në pako. Në parimin që nëse nuk ka marrëveshje nuk vlen asgjë, natyrisht, sepse kjo e prodhon këto. Kur duhet ndodh kjo para konstituimit të kuvendit? Çdo ditë që presim është vonë, numrat nuk rrajnë, numrat janë aty. Tash ju po thoni mund të fillohet bisedohet se si të formohen institucionet, se nuk do të ndryshon diçka deri në certifikim. Jo, me pas dalë të ke partia e parë, na me 8-ën me mëngjes e kishmi ftu palët për me ndërtu bashkëpunim institucional. S'ki çka pret, sepse është plus minus numri ulseve, nuk ka përcakton determinon asgjë.
Nuk jep shumicën askujt. Jo, shumic kapitale, shumic të madhe, nuk është donë, në çdo situatë. Kjo është parimi parë. Parimi i dytë, ne besojmë që pas një marrëveshje dhe për një marrëveshje të tillë duhet po ashtu të ketë një marrëveshje parimore për procese politike. Kosova e ka një listë të gjatë problemeve të mbyllura, raport me BE-n, raport me SHBA-n, raport me rajonin, edhe në raport mbrenshëm, politikanë të mbrenshme. Nuk janë proceset leta. Për dallim për grupi tjetër që a priori për refuzon një koalicion të mundshëm me Por të cilët nuk kanë folur. Një person e ka refuzu, i cili nuk është pjesë e strukturave të PD-s. Zoti Sami Dushtaku, që e përmendet ju, në këtë kontekst, nuk është pjesë as e kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, edhe zoti Kurti, edhe zoti Përparim Rama, nuk është pjesë as një strukturët LDK-s. Këta janë njerëz të rëndësishëm, por nuk është pjesë e strukturës. Plus, zoti Përparim Rama, madje siç duket nuk qëndron në raporte të mira, s'pakun nga paraqitjet publike, as me kryetarin aktual të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Abdi Xhiku. Anën tjetër, kjo që po